Në vitet 67, kur u ndalua feja, instruktorët Komitetit Partisë bridhin nëpër fshata, nëpër krahina të ndryshme për të parë që mos ka akoma njerëz që besojnë në fe. Edhe në një fshat vajti një instruktor partie dhe mblodhi atje dhe i thanë që ai plaku aty ishte një plak i mençur, aty i moçëm, ai plaku më i madh në të tjerë që vazhdonte zbatonte disa rite fetare. Dhe kur ushtruan për drek atje, po pini raki, ky plaku u ngrit në tavolina. I thanë ata xhaxha filan, po pse nuk e pi rakin? Po nuk e pirë birë, thaj, nuk e kam pirë me ko, nuk e pi, thaj. Po mirë uthull piti, thaj, po uthullën edhe pi, unë thaj, me salat. Po mirë, thaj, edhe uthulla, edhe rakia në rushi tani, thaj, si ka mundësi, thaj, që ti rakin se pi dhe uthullën e pi, ku ato të dyja nga rushi dalin, thaj. Zotrote ku ke qenë i vogël, thaj, nga nana qumshin ke pire po shurën, thaj, se të dyja nana i ka bërë ato, edhe qumshin edhe shurën. Ti, thaj, ke pirë në të dyja.